Është ekstraduar drejt Shqipërisë biznesmeni italian Davide Pecorelli, i cili më herët kishte trondhitur autoritetet dhe opinionin publik me inskenimin e vdekjes së tij. Në janar të vitit 2021, Pecorelli u zhduk në një fshat të Pukës, ku u gjetej djegur makina që ai kishte marrë me qera, brenda së cilës ndodheshin mbetje skeletore. Ngjarja ngriti dyshime të forta dhe çoi në hetime të gjera, të cilat zbuluan disa muaj më vonë, në shtator, se Pecorelli ishte gjallë dhe ndodhej në Itali, duke shndërruar rastin në një prej mashtrimeve më të bujshme të kohëve të fundit. Në prill të vitit 2024, gjykata e Shkodrës e dënoi Pecorellin me 4 vite burg për veprat penale të mashtrimit, zjarrvënies dhe kalimit të paligjshëm të kufirit. Pas një procesi ligjor që kaloi fillimisht në gjykatën italiane të apelit, vendimi për ekstradimin e tij mori vulën përfundimtare nga ministri italian i drejtësisë, Carlo Nordio. Biznesmeni është marrë në dorëzim në aeroportin e Rinasit nga forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe është shoqëruar drejt institucioneve shqiptare të ekzekutimit të vendimeve penale, ku do të vuajë dënimin e dhënë. Në një reagim për mediat italiane gjatë procesit gjyqësor për ekstradimin e tij nga Italia drejt Shqipërisë, që u vendos që ai të ekstradohej nga Ministria e Drejtësisë italiane, Pecorelli shpreu shqetësimin e tij personal. Vendimi i ministrit më befason, e pranoj, por jam seriozisht i shqetësuar për 4 fëmijët e mi, 2 prej të cilëve janë të mitur. Babai im 90 vjeçar dhe vëllai im 60 vjeçar, të dy me aftësi të kufizuara. Po mendoj të mos apeloj në tar të Lazios. Duke qenë se probabiliteti i ulët i suksesit, preferoj të shkoj në Shqipëri.